Fluturimet me destinacion Dubajin dhe Sharjahun në Emiratet e Bashkuara Arabe janë pezulluar përkohësisht ose po devijohen pas sulmeve të fundit iraniane me dron dhe raketa. Sipas platformës së monitorimit të trafikut ajror Flight Trader 24, kompanitë ajrore kanë ndërmarrë masa të menjëhershme për të garantuar sigurinë e pasagjerëve dhe ekuipazheve. Të dhënat tregojnë se disa avion janë ridrejtuar drejt aeroporteve alternative, ndërsa të tjerë kanë vënuar nisjet deri në një vlerësim më të qartë të situatës së sigurisë në rajon. Hapësira ajrore në një pjesë të lindjes së mesme po monitorohet nga afër, ndërsa autoritetet dhe linjat ajrore po përshtasin interneraret në kohë reale. Zhvillimet vinë në një moment tensioni të shtuar në rajon dhe pasqyrojnë ndikimin e drejtpërdrejtë të situatave të sigurisë në transportin ajror ndërkombëtar. Korridoret ajrore që lidhin Europën, Azinë dhe Gjirin Persik konsiderohen ndër më të ngarkuarat në botë, çka e bën çdo devijim të ketë pasoja zinxhir në oraret dhe operacionet e fluturimeve. Deri tani nuk ka asnjë afat të qartë për rikthimin e plotë të operacioneve normale, ndërsa situata mbetet në zhvillim dhe në varësi të stabilitetit në terren.